Dhe ashtu, si që përmenda në fillim të programit, nxënësit sot u kthyen në bankat shkollore. Këtë e ka e gjithë Maqedonia dhe jo vetëm qyteti i Shkupit, madje edhe qyteti i Tetovës në rrethin, e për të folur për qytetin e Tetovës, për parë se si është gjendja në shkollat e Tetovës sot, si e kanë filluar gjysmëvjetorin e dytë shkollat e Tetovës dhe rrethinas. Kemi një linje të drejtë për drejtë tani me kolegun ton Visar Sadiku, i cili do zhvilloj një bisedë me drejtuesin e sektorit të arsimit nga komuna e Tetovës, Nazmi Dauti. Përshëndetje Visar dhe mirëmëngjesi. Përshëndetje Aida dhe mirëmëngjesi për ju dhe gjithë shikuesit e radio televizionit të Maqedonisë. Ashtu edhe si që e theksuat ju, jo vetëm në Tetovë, por në të gjithë vendin ka filluar sot gjysmëvjetori në të gjitha shkollat fillore dhe të mesme në vendin tonë. Por sa i përket qytetit e Tetovës bashkë me fshatrat apo rrethinë, pranë me kam ashtu si theksuat drejtuesin e sektorit për arsim pranë komunës së Tetovës, zotin Nazmi Dauti. Zotin Nazmi Dauti, faleminderit shumë që je gjithmonë pro ftesës në radio televizionit Maqedonisë. Faleminderit dhe juve. Atëherë, sot zyrtarisht filloi jo vetëm në komunën e Tetovës, por në të gjithë vendin gjysmëvjetori i dytë. Kanë filluar të gjitha në të gjithë shkollat, janë hapur në kohë dhe a kemi ndonjë pengesë në komunën e Tetovës? Sa i përket shkollave fillore dhe të mesme të komunës Tetovës, të gjitha 12 shkollat fillore dhe 5 shkollat e mesme ka filluar procesi edukativ arsimor, gjysmëvjetori i dytë. Nuk kemi pasur të shfaqur në një problematik teknike në asnjërën nga shkollat fillore dhe të mesme. Sektori për veprimtari publike i komunës Tetovës ka qenë në komunikim të vazhdueshëm me gjithë drejtorët e shkollave. Janë bërë gjitha parapregatitjet paraprake për fillimin e këtij procesi edukativ arsimor. E dim që jemi në kushte klimatike apo temperatura të ulta, ka të shfaqur virozë dhe sipas informacioneve të para që kemi dhe nxënës që mungojnë në procesin edukativ arsimor shkaku i viruseve. Një apel deri tek gjithë prindrit e nxënësve të cilët janë me viroza, që fëmijët e tyre mos t'i dërgojnë në shkollë, që të paktën ata fëmijë të cilët ndjekin procesin edukativ arsimor mos të marrin atë virozë, dhe fëmijët të cilët janë me viroza, normalisht me një vërtetim mjekësor do të mund të arsyetojnë mungesën e fëmijëve të tyre në procesin edukativ arsimor. Të gjithë shkollat e komunës Tetovës janë të furnizuara me lëndë djegëse dhe objektet janë të ngrohta dhe procesi edukativ arsimor do të zhvillohet pa asnjë problematik dhe asnjë lloj pengese sa i përket gjitha shkollave që janë në kuadër të komunës sonë. Si sektori veprimtarisë apo të arsimit në komunën e Tetovës keni shfrytzuar këtë pushim për të investuar në ndonjë shkollë sa i përket fillore dhe të mesme në komunën e Tetovës për të bërë kushtet më të mira për nxënësit? Domethënë, komuna e Tetovës është gjithmonë e angazhuar për investime në gjitha shkollat fillore dhe të mesme të komunës Tetovës. E dini që në kuadër të projekteve që zhvillohen në komunën tonë është edhe ndërtimi i 2 objekteve të reja të shkollave të mesme, shkollës së mesme tekstile dhe shkollës së mesme gjimnazit 2-7 Marsi. Në kuadër të shkollave fillore në komunën e Tetovës po ndërtohen dhe 2 pishina, njëra në shkollën fillore Naim Frashti dhe tjetra në shkollën fillore Kirilli dhe Metodi, në një vlerë prej 123 milion denarve. Duhet të potencojmë faktin që me ribalansin e fundit që patëm në komunën e Tetovës në fund të vitit 2025, ne për herë të parë parapam mjetën në planin financiar dhe për pagën jubilare për të punësuarit në shkollat fillore, ku gjithat atë punësuar të cilët kanë pasur 10, 20, 30 apo 40 vjet përvojë pune, kanë marrë pagën jubilare në shkollat fillore, ndërsa sa i përket shkollave të mesme, me planin financiar të vitit 2026, janë parapar mjetet që paga jubilare të paguhet edhe për të punësuarit, gjithë të punësuarit cilët plotësojnë kushtet për pagë jubilare të marrin pagën jubilare gjatë vitit 2026.
Pika të shkura cilat janë sfidat kryesore me të cilat përballet themi arsimin tetov në këtë gjysmë vjetor. Dim se shpesh kemi edhe mungesë të librave, kryesisht të shkollave teknike që janë shkolla tekstile, për mungesë librave. Vazhdon të jetë ky problem dhe edhe pse Ministri i Arsimit ka theksuar se drejtorët e shkollave janë fajtorë të cilët nuk bëjnë kërkesën siç duhet, ndërkohë nga ana tjetër në komunikim me drejtorët ka thënë se të gjitha kërkesat janë bërë në kohë, ndërsa nxënësit vazhdojnë edhe më tej të marrin shënime. Do të vazhdojë edhe ky gjysmë vjetor të shënojnë nxënësit në fletore për shkak mungesës apo papërgjegjësisë institucionale. Shihni, problemi me libra të shkollave profesionale nuk është problematik vetëm në qytetin e Tetovës, e dini që ka më tepër se një dekadë që është problematika e librave në Republikën e Maqedonisë Veriut. Ende nuk kemi libra të shkollave profesionale, ne si Komunë e Tetovës kemi angazhuar aktive të lëndëve profesionale që të paktën të përgatitin një lloj dispense dhe më pas Komuna e Tetovës të financoj që nxënësit të mund të shërbehen me atë lloj dispense dhe mos të marrin shënime, ndërsa sa u përket shkollave fillore, pjesa më e madhe, thuajse 90% e librave që duhen për marrëvajtjen e procesit edukativ arsimor në shkollat fillore janë, nxënësit tanë nuk kanë atë problematik momentalisht. Normalisht që kemi mungesë të fondit të lektyrave në për bibliotekat të shkollave, dhe pse Komuna e Tetovës ka intervenuar dhe ka dorëzuar në gjitha shkollat fillore edhe të mesme të Komunës Tetovës lektyra, mirë po nuk është ai fondi nevojshëm. Ne gjithmonë jemi në komunikim me gjitha shkollat që janë në kompetencë të Komunës Tetovës dhe çdo herë marrim dhëna nga shkollat se për çfarë kanë mungesë që ne si institucion, si themelues të intervenojmë dhe të mundemi që të sigurojmë qofshin ata libra apo pajisje tjera që nevojiten për mbarvajtjen e këtij procesi edukativo arsimor. Është evident, ajo e përmenda që problematika e librave është ndër vite, do me thënë dëmtimi i librave që është bërë nga ana e nxënësve edhe pse është e rregulluar me ligj që ata të kompenzohen nga ana e prindve. Në Komunën e Tetovës asnjëherë ajo nuk është kërkuar nga ana e prindve që këta libra të kompenzohen, mirë po me sigurimin e librave të reja në shkollat fillore është vendosur një rregullore nga ana e drejtorive të shkollave që ata libra të cilët do të dëmtohen nga nxënës të caktuar normalisht do të thirret prindit dhe do të kërkohet që ajo të kompenzohet. Drejtorët e shkollave gjithmonë kanë bërë kërkesën deri te Ministria për Arsim dhe Shkencë për librat e nevojshëm, mirë po asnjëherë nuk i kanë paraqitur ata libra që janë të dëmtuara nga ana e nxënësve, pasi që për të paraqitur ata libra është dashur që të bëhet edhe kompenzimi në buxhetin e Republikës së Maqedonisë Veriut, duke pas parasysh faktin që drejtoritë e shkollave nuk kanë dashur t'i ngarkojnë prindërit me kësi lloj pagesash, prandaj është shfaqur edhe kjo mungesë e librave. Mirë po mendoj që kjo problematikë veçmë është zgjidhur dhe është vendosur një rregullore që tani e tutje librat të cilët do të dëmtohen, do të kompenzohen nga ana e prindve që në afatin kur bëhet edhe aplikimi apo kërkesa për libra të reja deri tek Ministria për Arsim dhe Shkencë, të njëjtat të kompenzohen dhe normalisht të furnizohen me libra të reja kur edhe hapen afatet për furnizim apo lejohet kërkesa për libra në kuadër të shkollave fillore dhe të mesme të Komunës Tetovës. Zoti Dauti, një ndër pikat kryesore është edhe siguria e nxënësve në shkollat fillore dhe të mesme, ndërkohë që shumë shkolla më herët thjesht ku kemi qenë edhe ne si nxënës kemi participuar për një sigurim të shkolla, ndërkohë që dihet se tani ka probleme të ndryshme. A ka ndonjë bashkëpunim mes komunës drejtore që të ketë sigurime të shkollave, së paku të jetë kush futet brenda, kush futet dhe cilat janë sfidat e kësaj situate? Të jemi të realt, nuk mundemi që të kërkojmë nga prindërit një lloj kompenzimi që të mund bëhet apo të ketë sigurim brenda institucioneve të shkollave. Dotacionet që jepen nga ana e qeverisë apo buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut nuk ka të parapara mjete për sigurime në shkolla, mirë po Komuna e Tetovës po e mendon variantin që me buxhetin vetanak Komuna e Tetovës si themelues të
siguroj sigurime për të gjitha shkollat fillore dhe të mesme të komunës Tetovës. Ne si komunën Tetovës jemi në komunikim të vazhdueshëm me organet e rendit, Ministrinë për Punë të Brendshme, dhe kemi kërkuar gjatë tan kohës nga ata që të ketë lëvizje paksa më të shpeshta përreth objekteve të shkollave, që mos dash Zoti të ndodhë ndonjë fatkeqësi. E kemi këtë si plan dhe jemi duke shqyrtuar mundësinë e angazhimit të sigurimeve nëpër shkollat fillore dhe të mesme të komunës Tetovës. Përveç sigurisë fizike, shpesh herë themi gjatë muajit dhjetor kemi pasur edhe që më sulme kinebertike, themi të shkolla gjimnazi i Tetovës. Çka ndodh me këta situata dhe nxënësit si arrin të kompenzojnë orët e humbura për shkak se atje themi shumë orë janë humbur shkaku i emajleve për bomba në këtë shkollë? Po, kishim problematikën në gjimnazin e Tetovës dhe më pas u shfaq kjo problematik dhe në shkollën e mesme të mjekësisë, ku edhe atje patëm paralajmërim për bombë. Normalisht që gjatë kësaj periudhe të gjysmëvjetorit të dytë do të jemi në komunikim dhe me Ministrinë për Arsim dhe Shkencë që të marrim dhe pëlqimin e tyre si do të kompenzohen orët e humbura, a do të ketë zëvendësime në ditët e shtuna apo do të ketë zgjatje të procesit edukativ arsimor pas përfundimit të vitit shkollor. E gjithë kjo do të bëhet në koordinim me Ministrinë për Arsim dhe Shkencë dhe normalisht që pas atij koordinimi me organin më të lartë cili udhëheq me procesin edukativ arsimor, Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, do të kemi një vendim dhe të njëjtin normalisht do ta përcjellim edhe tek ata institucione ku edhe ka pasur paralajmërime për bomba, edhe pse nuk kanë qenë të rrezikshme, mirëpo protokolli ashtu e jep që në rast të paraqitjes eventuale të alarmit për bombë, nxënësit të lëshojnë dhe stafi objektin e shkollës. Për fat të keq në gjimnazin Kiril Peqinović patëm 5 herë radhazi paralajmërim për bombë dhe në këta herë që u paraqitën këta paralajmërime duheshte që nxënësit të lëshojnë objektin dhe të mos mbahet procesi edukativ arsimor. Megjithatë, këta orë të humbura gjithsesi se do të kompenzohen dhe besojmë që përfundimi i këtij viti shkollor të jetë pa asnjë pengesë, pa asnjë problematik për asnjërin nga shkollat fillore dhe të mesme të komunës sonë. Atëherë si është komunikimi mes asaj trekëndshit prindër, nxënës dhe institucion? Dhe ka probleme her pas here që paraqiten apo jo? E shohim tani që bie edhe zilja e pushimit, do të kemi edhe pak minuta dhe do të përfundojmë. Si është bashkëpunimi? Mendoj që ekziston ai lloj trekëndshi bashkëpunimi shkollë, prind, arsimtar, nxënës, edhe pse ko pas kohë paraqiten problematika, ankesa të ndryshme, mirëpo ne si institucion, si themelus, si sektor me kompetencat që kemi në bashkëpunim me udhëheqësinë e shkollave dhe gjitha organet tjera kompetente që janë për mbarvajtjen e procesit edukativ arsimor, intervenohet që këta problematika eventuale që paraqiten brenda institucioneve shkollore të zgjidhen sa më shpejt, normalisht që dhe shërbimet profesionale brenda çdo institucioni shkollor po punojnë që këta problematika të amortizohen apo të zgjidhen pa ndonjë lloj ekzaltimi të madh. Normalisht gjithmonë jemi krah shkollave, jemi në përkrahje të tyre si komunë e Tetovës dhe gjithmonë do të ketë përkrahje të tillë që procesi edukativ arsimor të zhvillohet sa më mirë që mundet, pasi që ky proces është shumë i rëndësishëm dhe për të ardhmen e vendit tonë, domethënë nga këtu, nga arsimi fillor dhe i mesëm, përgatitet edhe kuadri që në të ardhmen të kontribuojë në zhvillimin e shoqërisë sonë në përgjithësi brenda Republikës së Maqedonisë Veriut. Dautje në pika të shkurta jemi në shkollën Liria, shkollën fillore, shkollën më të vjetër. Ka ndonjë plan për investim për shkak se një ndër shkollat që një bazë të analizës që ka bërë dhe komuna e Tetovës është një ndër shkollat më të rrezikuar në qoftë se ka tërmete, ndërkohë që numri më i madh i nxënësve që frekuentojnë janë pikërisht këtu. Ka ndonjë plan për të investuar edhe këtë, por edhe sallë sportive, se është një ndër shkolla që nuk ka dhe sallë sportive siç e kanë edhe shkollat tjera? Po, është fakt që shkolla fillore Liria është një ndër
objektet më të vjetra shkollore në qytetin e Tetovës. Siç e dini, komuna e Tetovës po investon gjithmonë në arsim. Disa herë ka potencuar këtë edhe kryetari i komunës Tetovës, zoti Kasami. E dini që në komunën e Tetovës po bëhet ndërtimi i 2 objekteve të reja të shkollave të mesme, shkollës mesme tekstile dhe gjimnazit të 2 të 7 Marsi. Normalisht dhe shkolla fillore Rilindja, në proces është edhe ndërtimi i 2 pishinave në kuadër të shkollave fillore dhe atë shkollës fillore na Infrashtri dhe Kirili Metodi, ku është një investim prej 123 milion denarve. Komuna e Tetovës për herë të parë ka përgatitur edhe strategjin për zhvillimin e arsimit në komunën e Tetovës, ku janë ngërthyer të gjitha problematikat dhe të gjitha planet për investime në të ardhmen. Normalisht janë ndarë edhe në bazë të planeve detale urbanistike, janë ndarë edhe parcela për ndërtimin e objekteve të reja shkollore. Normalisht që plan i komunës Tetovës është edhe ndërtimi i objektit të ri për shkollën fillore Liria, pasi që është një objekt të vjetër, dhe në thirrjen e radhës së Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për financime të projekteve të ndryshme, plani i kryetarit komunës Tetovës është që të bëj kërkesë dhe për ndërtimin e objektit të ri të shkollës fillore Liria, dhe mendojmë që gjatë vitit 2027, pas përfundimit të 2 objekteve të shkollave të reja, 7 Marsi dhe shkollës së mesme tekstile, normalisht që do të fillohet me punë edhe në ndërtimin e shkollës fillore Liria, pasi që kemi të bëjmë me një shkollë e cila është në qendër të qytetit Tetovës, por që është në objektin më të vjetër në kuadër të qytetit tonë. Komuna e Tetovës është e interesuar gjithmonë që të investojë në arsim. Ideja dhe plani i kryetarit komunës Tetovës është që gjithmonë të jep prioritet procesit edukativ arsimor, dhe normalisht që ne kemi plan dhe projekt për ndërtimin edhe të këtij objekti, të kësaj shkolle fillore, e cila thuajse është në zemër të qytetit Tetovës. Dauti, faleminderit. Faleminderit dhe juve për ftesën. Atëherë, Aida këtu bashkë me mua ishte zoti Nazmi Dauti, drejtues i sektorit për arsimin e komunës Tetovës. Për më shumë mos ju humbim kohë edhe pushimin e zgjatur këtyre nxënësve të cilët tani më dëgjohet edhe zhurma e tyre në korridorin e shkollës Liria në Tetovë. Ju faleminderit, dhe nëse nuk keni pyetje, bashkë miropafshim të martën tjetër. Faleminderit shumë Visar, falenderojmë gjithashtu edhe Nazmi Dautin, i cili këtë mëngjes ndau këto informacione me neve për ditën e parë të gjysmëvjetorit të dytë në shkollat e Tetovës. Gjithashtu i përshëndes edhe gjithë fëmijët që patën mundësi të shohem në pushim të zgjatur tani të gjithë ata të shkollës fillore Liria, të cilët na përshëndetën sadopak. Si do që tjetë, ne ju urojmë një vit të mbar tani në këtë gjysmëvjetor të dytë, të kenë sa më shumë suksese, shëndet mbi të gjitha dhe të jenë sa më pranë librit.